Problematika e menaxhimit të mbetjeve urbane vazhdon të ekzistojë në Bashkinë Shkodër. Mungesa e riciklimit dhe ndërgjegjësimit qytetar për të mbajtur mjedisin pastër, po shndrojnë sot Shkodrën me probleme mjedisore që krijojnë rrezikshmëri të lartë. Pedonalja e Molos mbetet një ndër vendet e preferuara të qytetarëve për të shëtitur dhe për të kaluar pasditet e tyre, por panorama që të ofron është shqetësuese dhe as pak e këndshme. Shishet, mbetjet qelshi dhe plastike duket që kanë zaptuar hapësirat e gjelbra dhe bregun e lumit. Rritja theksuar e sasisë së konsumit të përditshëm të madrave ushqimor ka bërë që të rritet në mënyrë të theksuar dhe sasia e plerave nga këto produkte. Të gjitha këto mangësi kanë krijuar situata shqetësuese për qytetarët shkodran, të cilët shprehen se ndjehen të rrezikuar nga hedhja e mbeturinave pa kriter dhe që qytetarët duhet të ndërgjegjësohen në hedhjen e mbetjeve në vendet e caktuara. Çdo mbeturin e hedhën në rrezik është për ajrin, për ambientin, për fëmijët tonë, për vetin. Ka ndodhur edhe me njerëz që vinë nga jashtë, atje se më thonë, ja dikton ambienti, edhe një sjellje shumë kulturore, vinë këtu më duket se po këto njerëz më thonë, pa ecën me dy standarde, më thonë, në inteligjencë. Nuk e di, duhet me kanë kujdes shumë. Kur hidhen metorinat pa kriter, krijon gjithfar smundjesh. Pa, përpara kena pas traditë, Shkodranët, Shqipnia, tanë metorinat që kanë pastruar gratë përpara, kurse tash si bën ndërmend kuj. Mungesë kulture jena mërdhitën me më këtë punë e gjëna. Në pedonale, pa kudo. Janë karkoshat, janë vendet e postafat. Ku mërvesh kemi letë sa ka dalë ke plasmasje, shisha. Edhe pas aksioneve që janë ndërmarrë vitet e fundit për pastrimin e qytetit, situata vazhdon të paraqitet e njëjtë. Megjithatë duhet ende shumë punë për t'i ofruar shkodranëve një qytet të pastër dhe brenda atyre standardeve ku të gjithë duam të shkojmë.